Gjermania po ringrihet ushtarakisht, me ritmin më të shpejt që nga fundi i luftës së ftohtë. Kancelari Friedrich Merz ka dhënë një premtim të qartë të ndërtojë ushtrinë më të fortë në Evropë, në një kohë kur kërcënimi rus po rritet dhe SBA paralajmëron se Evropa duhet të mbrojë vetveten. Javën e kaluar qeveria miratoi një reformë që do të transformojë Bundeswehrin. Objektivi është i madh: 260.000 trupa aktive dhe 200.000 rezervistë deri në vitin 2035. Faza e parë nis me rekrutimin vullnetar me stimulim kryesor, pak 2.600 euro që nga dita e parë. Por nëse shifrat nuk arrijnë, qeveria ka një plan rezervë: detyrimin ushtarak. Që nga viti i jashtëm, çdo i ri 18 vjeçar do të marrë një pyetësor për gatishmërinë për shërbimin. Për djemt, përgjigjja është e detyrueshme. E nga 2027 edhe kontrolli mjekësor do të bëhet obligativ. Alarmi është ndezur. Shefi i mbrojtjes gjermane paralajmëron se Rusia mund të testojë NATO brenda 4 viteve, ndoshta që në vitin 2029. Ndaj, Berlini po nxiton armë moderne, stërvitje më intenzive dhe një rikthim i fortë i kulturës ushtarake pas dekadash hezitimi. Por vendi mbetet i përçarë. E majta gjermane dhe shumë të rinj kundërshtojnë rekrutimin e detyrueshëm, duke thënë se nuk duan të ndërpresin jetët dhe studimet për një ushtri që dikur duke e harruar. Megjithatë, mes luftës në Ukrainë dhe frikës së një konflikti më të madh, mesazhi nga Berlini është i thjeshtë dhe i ftohtë. Sa më e fortë të jetë ushtria gjermane, aq më e vogël është gjasa të shpërthejë një luftë.